Karnavalet e Nartës, një traditë e vjetër pagane, festohet edhe këtë vit. Një fest e cila vjen pas Pashkës ortodokse, duke i sjell alegri fshatin Nart. Karakteristike për këtë fest janë kostumet tepër të veçanta, teksa banorët për 3 ditë me radhë këndojnë dhe kërcejnë në fshat, duke bërë që kjo traditë të trashëgohet brez pas brezi. Banorët tregojnë se këtë fest e vazhdojnë të tillë prej dekadash. Kënaqësi e madhe për ta është që të shohin fëmijët të rikthyer në ade, por edhe të rinj të festojnë, duke i sjell alegrinë Nartës. Ata tregojnë edhe simbolikën e kësaj feste të ershme, teksa thonë se janë tepër të lumtur që shohin fest në fshatin e tyre, të paktën për disa ditë në Nartën, që pjesën tjetër të vitit bie në qetësi. Kjo traditë ka simbol për ne, e kemi festuar të vjetrit tanë, baballarët tanë, edhe për festojnë edhe tani djemtë tanë. Djemtë tanë është Pashka që feston gjithë fshatin. Pare se të priseshin kishat atëre, një 63 kur 67 që priseshin kishat. Festoj është dhete. Poli karnavalet që është një fest e lashtë, që e bëni të parë tanë, edhe është 3 ditë që kur kam qenë i vogël. Sa e tja kështu visheshe. Vit për vit. Vit për vit. Vit për vit. Çfarë simboli ka veshja sot? Veshja sot është veshje ekstravagante, është për të bërë pak qef, ose nuk duhet të veshim një ta veshje ditë për ditë, kështu që nderojmë. Bëjmë ndonjë kështu kombinim. Kush është pjesa më e bukur e karnavalit? Çfarë ju pëlqen më shumë? Më shumë më pëlqen që bëhet qef kështu, të gjithë janë tonë, mund të bësh çfarë duash. Pjeshja është në pjeshjeve qatë, ku mbahet më ndërë. Që kush është krijuar fshatin. Kush është pjesa më e bukur e karnavalit? Çfarë të pëlqen më shumë te kjo fest? Mua më pëlqen më tepër ato thashën e të shokut. Që duhet të mbilin këtu. Është rikthyer rinia sot ditë. Gjithë ato që lëvizin kështu fluturojnë janë rinia. Me 10 banorë të Nartës të emigruar në Greqi, Gjermani dhe Zvicër janë rikthyer në fshatin e Vlorës për të kaluar Pashkën, por njëkohësisht edhe për të festuar karnavalet. Me këngë dhe valle, ata vazhdojnë këtë traditë të vjetër, duke trashëguar atë nga një brez në tjetrin.